Vetëm një gjë pritnin tani ata. Për ta lëvizur kampin që pushonte, bapa dhe zjata e njerëzve. Mirë po, spriti Skënderbeu, i cili prej kohe tani po i kolloste sytë pa të pamje dhe po i ushtronte bashkë me ushtrinë, të cilën po i ndiste dhe po e rregullonte, duke udhëzuar se me çmënyrë t'i vinte pas, se si ta tmeronte armikun, e nga çanta ta ndryshte. Megjithatë, kur vuri re mbi të gjitha në atë roje, në rreth të malit, me shua vetë para të tjerëve, dhe jo më shumë se 8 kalorës, duke zbritur pa u ndjerë nga ana e përkundër, dhe disi i vrau në gjumë e sipër, të tjerët atje ku se prisnin përveç njërit, i cili shpëtoi duke ikur kaluar. Me të njëjtën mënyrë po zbrisnin në fushë, edhe ushtrit tona të tjera, pa marrë vesh gjë armik, sepse shtypja e menjëhershme e rojës në fjalë s'lejoi që të jepi ndonjë shenjë. Por vendin e mbushi anë mban me një klith të tmeruar, e i që arriti në kamp me të katra, duke bërtitur se Skënderbeu ishte pranë, se roja ishin shkuar në thik, se së shpejti do t'i kishin pranë gjithë forcat armike. Po thuaj se askush nuk do të besonte për ato ngjarje të papritur, sikur ai të mos kishte dhënë shenjë mjaft të sigurta për frikën e vet dhe për gjakun e shokëve. Sepse nga jo anë ata s'kishin frikë as për rrezik, as për ardhjen aq të papritur të armiqve. Hamza s'dyshoi për asgjë, prandaj vrapoi menjëherë fluturin e tij për tek të vetët dhe po përpiqej t'i nxiste të gjithë për të rrëmbyer armët dhe për të patur kuraj të madhe përfitor. Shumëve u anxorën gjumin pjesërisht shokët, pjesërisht armët që po jam brinin, sepse Skënderbeu, kur e pa se kurthit i tij tani më ishte zbuluar nga ata të fushës, u dha urdhër këmbësorëve të shpejtonin nëse mund pas tij, duke shpërthyer me sulm kundër trumave që po gaditeshin për përleshje. Një brik më atëherë u lëshua nga të gjithë, sipas fjalës që kishin bërë, dhe një buçitje doli nga borie, me qëllim që edhe armikut, cili do t'i pante për ndonjë ushtri të madhe, i kallnin tmerin, edhe pritave të vendosura në mar, e rreth e rrotull t'u jep në shenjë. Sulmin e parë të tyre e priti trimërisht Hamza me ushtrinë e vet e me disa rotë. Shumë u derdhen edhe me këmbë, sepse s'kishin mundësi në një ngutje të tillë, i shtronin shpejt kuaj. Në drithmë e vështjellin i papar, u duk kudo, e burrat po binin të thuash nga tmeri, fort i madh i armikut që kishin përpara. Pasha se lojti nga dora e vet as këmbën, as flamurin, derisa e pa turmën të radhitur, si jo më mirë, me krahun të rrethuar nga çdo anë me një fuqi të triumfshme luftëtarësh. Por në kohën që po bëheshin këto gaditje, përshëmbej qielli e toka, dasturia e paparë dhe papritur dhe nga buçitja e zhurshme e pritjes së fshehur. Odrat e luginat, fqinje, po këmbonin tani më nga brit. E njerëzve dhe nga zëri i borive, ndërsa tyfekët e panumërt po ashtonin tmerin në zemër e në vesh një gostër. Shtu mbretërorët që po vdisnin nga frika, duke kujtuar se kishin plakosur atje fuqit e gjithë pirit, dhe bashkë me to të dalmacisë, fqinje filluan para së gjithash, të zbrishnin në fush mojësiu, me shok të merrnin pa çdo anë haratin dhe të iknin nga të mundin, megjithse s'kishin më se kudo as pak të sigurt, sepse tërë shigjetat pothuajse ishin zënë nga armiku me të katër anët. Edhe vetë kuajt në shumë vende po u iknin të tmeruar të zotëve nga duart, duke nxjerrë bërë copë femër. Por Hamza, i cili e dinte mirë dhelpërin dhe i kish marrë lehtë me mend manovrën e të ungjit, po u thëriste shumë vetave, hap pas hapi që të ktheheshin, duke bërtitur me të madhe se nuk duhej t'ua kishin frikën as pak atyre zhurmave të kota. Marifetit të zakonshme mbrojtëse, për të pakët se duhej përkundasit i prisnin armiqt dhe të përlesheshin sa afër me ta, se nuk duhej të trembeshin aq fort nga britmat e kota dhe vringëllimat e tunxhit, as nga zërat e kurdisura dhe ulërimat lehtëse të frikacak. Me këto fjala i bënte shumë vetë të ktheheshin prapë.
Pa ishte njësoj i pavendosur, si për ikje, ashtu edhe për ndeshje. Sepse vërtet që ikja, kur të gjithë pothuajse ishin të pacënuar, dhe kapedani që ndronte i patundur nuk i duke punë ndeshme, por edhe forcat të cilëve u kishur data. Gatneri tepër i madh i ngjarjes së papritur. Ai sa zor ta merrnin veten përsëri, pa një interval të gjatë nuk ishin të mjafta për ndeshje. Pasha gjithashtu i rrethuar nga radhët e të vetëve. Nuk i u shmang për leshjes, por i hodhi ushtrit me më shumë vrull përpara. Ndërsa po vraponte me të shpejt për t'i shpën ndihmën Hamzës dhe për ta shtypur me mbritjen e vet Skënderbein. Mojsiu dhe të tjerë pastaj që vinin pas tij e tërhoqën me lehtësi në fushë. Por Mojsiu se lejoi kalorësin që t'i lëshonte shumë frenat, derisa të vinin të radhicët e para Tanushi dhe Emanueli, të cilët i prinin turmës së këmbësorëve me dy fektarëve. Atëherë, me këta pas e me furin që u lejonte të gjithëve stuhia kalorësiake, nuk vonoi të shpërthente nga të katër anët. Kështu pasha, pothuajse u shtyp përsëri i gjerë te çadra, ndërsa këmbësoria jonë si hodhi pas shpinë harqet e dy fekjeve. Ja filloi më lehtë me shpatë punës kundër armiqve, që ishin afruar kudo të parregullt e të parartë. Përdi e madhe u bë kudo që kishin qëndruar. U derdh shumë gjatë, si nga ata që ikën, si nga ata që qëndronin. Por një mëndzyrë tjetër skenat e tjerëve të fatit, më të zi, po ndodhnin në krahun tjetër, me lumenjtë të tjerë gjaku, po mbytej toka, ku sulmonte Skënderbeu me forcat e veta, sepse atje edhe numri më i madh i tanëve mund t'i bënte të frymërinë më të mëdha, edhe armiqt më pak të kujdesur. Gati pa armë, shumë të rënë dhe në gjumë ishin më pak të mbrojtur, e dëmdoshin më lehtë prej shpatës që binte më lirshëm mbi ta. Edhe këtu këmbësoria duke hequr po ashtu dorë nga përdorimi i shigjetave dhe i armëve të tjera të këtyre, dhe vetëm me shpatë të zhveshur e me patër shanë, e shtize periote në dorë, po grinte nga prapa shpinë e frikacakët, ku ambathnin dhe po i përplaste kudo për te, nga kuajt, cilëve u shponin barku. Paratia dhe tërguximi i tyre vari padyshim nga Hamza, i cili përballonte nga hera, edhe më rrep të armiqve, dhe po i nxiste shokët, herë me zë dhe herë me shpatë, që të qëndronin e të duronin vetëm gjersa të thyeshin sulmet e pare periote. Se fitoria pastaj kishte 400 lekë për ta dhe pa për gjakë. Pakica vazhdonte, s'ka gjë tjetër veç se furin e fundimit, bashkë me të cilën bie pastaj vrulli dhe guximi njërosisht. Dhe kështu, ajo pa arsye të bazuar, po e zgjaste ndeshin gjersa të vinin e të rëmbenin armën, ushtritë e tjera që ishin shpërndar gjithësisht në fushë. Por shpresa për këtë të ndihmë, po bëje ta herë edhe më e kotë, sepse shumë prej tyre u shtypën ndërsa po gaditnin armët nga kollërsia jonë, u lëshuan mbi ta shumë me zënë për të ardhur e sipër të tjerë, morën aratim nga frika. Me këtë mënyrë, leshja u bë ashtu siç u desh, me forca të palla të tuqme, e pjesa më e madhe u therrën si paqe. Mojsiu, i cili e priti me gjithë shpirt atë rast, bashkë me forcat e tjera, dhe lart trupin e dikushëm, se dinte pashën e fundit të merrte frikë, dhe duke kthyer rrotulluar syt me çdo anë, të bërtiste si njëri pa duruar që ishte, përpara shokut, u hedhën së bashku, mos u trembnin nga dukjet e bukura kapit, as nga titujt e mëdhenj të pashës, janë mbeturinat e turpme të Kurdisë Beligradase hungare, të ndrydhur për më tepër prej frikës të rënduar, nga gjumi dhe nga dehja. Shtyjini rojet, jepuni dërmën, ngopni duart me gjak. Pastaj do të ngopni edhe me plashkë fort të madhe dhe të pa parë ndonjëherë. Do fjali nxisnin burrat si jo më mirë, por shumë më tepër i nxisnin ata shpërblimet aq të shmuara të fitores për të cilën ishin pothuajse më të sigurt. Megjithë këtë, ushtrit e turqve të derdhur rreth e qark nga çdo anë, ndër të cilat edhe një numër jo i papërfillshëm forcash. Nuk e lejon